Karrierën sportive e nisi si karateiste, por shumë shpejt kaloi në kickbox, e frymëzuar edhe nga babai i saj, tashmë i ndjer. Doneta Mendjiçi nga Vushtrria është sot një nga emrat më të dalluar të këtij sporti në Kosovë, duke mbajtur titullin e kickboksierës më të mirë në vend. Ky sukses nuk erdhi rastësisht. Doneta thotë se fitoren në duelet kombëtare dhe ndërkombëtare u ka borxh për kushtimit të saj dhe stërvitjeve të përditshme 2 herë në ditë. Jem 20 vjeçare, që vogël kom fillu me sportin e karates fillimisht, pastaj kom kalu në sportin e kickboxit. Deri tani është gjitha ushtrimet e gjitha po shohin shumë mirë, ku edhe rezultatet nuk po mungojnë. Qysh në fillim para luftës, babi im ka vazhdu me trajnerin të ushtrej, ishte në zonë si pari trajnerit, ka qenë karatist. Pas disa vite u bë dhe tradit familjare, ku edhe në fatmirësisht është trashëgu baki tradit, edhe fillova të mirë me kickbox. Edhe pse ju marrë me karate, ma shumë ka pëlqyer kickboxe, për shkak se në karate nuk e ki goditjet e forta, nuk guxon me lëndu kundërshtarin, është vetëm pikë ma shumë ju më të sporti ma luftarak. Pavarësisht natyrës së ashpër që paraqet ky sport, Doneta thekson se ai ka ndikuar pozitivisht në mirëqenien e saj mendore. Megjithatë, Doneta pranon se një nga vështirësitë më të mëdha është mungesa e kohës me familjen. Më ka ndihmuar shumë aspekte, si largimin e nervozës, stresit e të gjitha, ku të kem edhe një trup të shëndetshëm, një shëndet shumë të mirë. Për mua është pjesë e jetës. Edhe pavarësisht ndonjë lëndime që mundu me marrë gjatë gorav, po prapë vinë ushtrime nuk mundu me nejtë në shpe. Dita ime fillon në mëngjes të kam rapimin, në gjysmë ditës e kam ushtrimet fitness kickbox që i bojna, dhe mbrëmje kam ushtrimet normal të kickboxit. Shumicën e rasteve ja kum pa dhe hajren, pak është largimi nga familja, nuk i kontakte shumë me familjen, për rreth, po është apet një ndjenjë shumë mirë kur e din që jetë po për vendin tanë, po mundohesh me ngritë shtetin tonë në nivel shumë të mirë. Ashtu si shumë sportistë të tjerë, edhe Doneta kërkon kushte më të mira për zhvillimin e sportit në Kosovë. Megjithatë, ajo thekson se pavarësisht mungesës së infrastrukturës së duhur, sportistët e rinj kosovar po arrin të rshquhen në disiplinat që kanë zgjedhur. Rrugtimi i saj në kickbox nisi fuqishëm, që në duelin e parë Doneta u shpall kampione e Kosovës. Ndeshja ime e parë si kickbox që kam marrë pjesë në ring, ka qenë në vitin 2021, nëse nuk gaboj. Ka qenë në shtime kena marrë kampionatën e Kosovës, ku aty fatmirësisht në ndeshjen e parë dhe arrita të bëjmë kampione e Kosovës. Me qenë e dytë kam pas të përfaqësoj Kosovën në malin e Zin, në Budva, ku aty për fat mirë kam arritë storisë medaljen e bronz. Pastaj kena pas ndeshjen e Kroaci, ku edhe aty jam bënë në kampione e kupës botërore. Për krye më të madhe qysh nga fillimi e kam pas edhe babën. Gjithmonë kom fillu me atë shprehjen që çdo sa bëhet mirë, pa lëndim nuk ka arritje, ku ka qenë jem e përgatitur për çdo provë që mundet me marr, edhe është ndjenjë mirë, edhe pse merr një lëndim gjatë. Gjitha pastaj kanë filluar dhe familja të kuptojnë që e du sportin, edhe gjithmonë jemi për krahasit e mi më të mëdhenj. Sportistat në Kosovë duhet të ketë përkryer maksimale. Kushtet nuk janë edhe aq të mira, që mundet me pas një sportist në shtete tjera, po arritjet janë shumë të mira, ku edhe përfaqësojnë Kosovën me krenarin më të madhe dhe arritjet janë shumë të mira. Shtetet tjera kanë mundësi më të mira, ekonomike edhe të gjitha pjesët në trajning, po edhe këto që i kemi na ndihmojnë shumë për përgatitjet. Në duelin e saj më të fundit në Turqi, ajo triumfoi kundër një kundërshtareje të fortë, 5 herë kampione bote. Kundërshtarja ime më e mira që kam pas ndeshjen e parafundit në Turqi, ka qenë kampione 5 fisht e botës, kurse edhe si profesioniste 10 fisht, ka pas 10 meqe në profi. Ku ka qenë një përvoja saj ka qenë shumë e madhe se imja, po fatmirësisht me ndihmën e trajnerit me ushtrimet e këto përgatitje që kena bu, ku më arrit me fitu shumë lehtë dhe 2 knockdowna. Është pak agresiv, po jo dhe në atë mënyrën që shën ka e bojnë, por shkak se nëse ushtrojnë veç për vete ki shumë atlet. Ndeshja normal është pak më agresiv se gjithkush dëm fiturin për vete, për shtetin e vet. Atë është pak agresiv, por nuk është edhe ashtu që duket në pamje të parë.
Trajneri i saj Lutfi Mengjiçi, i cili dikur ishte edhe trajneri babait të saj, e cilëson Donetën si një talent të jashtëzakonshëm. Doneta, siç edhe Ceku Maheri, ka filluar fillimisht me karate. Si inspirim ka qenë normal edhe baba i ndjerë i tij, që ai ka qenë njëkohësisht ka qenë nxënësimi, po dhe ashtu bashkëluftari imi, tani ndjer dhe më vonë duke po potencialin e vet, duke po edhe pak edhe gjenetikisht do thotë dojke me kontakt më të fortë. Dëshira e saj ishte të kaloj në kickbox, edhe pse nuk ishte fort dëshira ime, mirë po fillimisht këmbgulësia e saj, vendëshmëria e saj, por se don këtë sport dhe do me vazhdu dhe fillum pastaj me një seriozitet më të lartë të mirë me Donetën, kur fillum seriozisht ke filloj me suksese më të larta. Edhe si juniore, po tash edhe si seniore, aktualisht do të thotë është kickboxeri më mirë në shtet, që është 4 vite deri më tani, dhe është një kickboxer që premton shumë të ardhmen. Tani më herët, kur luftoj me një shtet tjetër, ishim në shtetëri, pjesëmarrës të ri dhe ishin rregulla të tjera, i Kosovës e kam lehtë. Pas një viti fillum pak më ndalë. Pas 2-3 vite, kemi ndeshme të Kosovës, keni kujdes se këta janë njerëz. Po kjo është edhe gjendja jonë, do thotë pas lufte, entuziazmi i madh për më pushtetin, do thotë më shumë pe pasioni se si pushtetet e tjera që bëjnë për një individuale, do thotë për pjesën komerciale. Ajo na ka shtyrë më shumë të kemi më suksesshëm dhe të jemi më të përkushtuar. 20 vjeçarja Doneta Mengjiçi e shet të ardhmën e saj në këtë sport si vazhdim i një tradite familjare dhe me ambicie për të arritur edhe më shumë në arenën ndërkombëtare.